nëse mund të ketë në një restoran, apo të partijanismës, apo të lëvizjave vendose, besoj që jënë zatet, jënë takuar, po besoj nuk jënë bo për media dhe e kalon në heshje. Sepse nuk e kanë mëhuar as pohuar një gjë të tillë. Jo, e dim shumë opinioni, shumë i qartë, zoti tashpër e dim shumë qartë, zoti Fatmir Limaj, Publikisht faqë është i gatshëm. Ka dhënë publikisht kushdo që është, jo mi gatshëm mi ndihmu dhe pavarësisht interesa sido që tjetë, besoj që ka me dhënë kontributën e tij, po ma shumë është interesi këtë personal se sa po e mbështjellin politikanët në atë formë më të mirë apo e kamuflojnë. Unë besoj që tash zoti Kurti duhet të bëj matematika më të mira dhe të kandidoj zotin Fatmir Lima në çështjet e marrëveshjes siç i kanë arritur dhe tash besa kërkojnë edhe të shkruhet e marrëveshja, sa poste i dënë dhe çështjen kryeparlamentare dhe të hek edhe Bezonja Haxhiu të hek nga ai post dhe mos të jetë në gërsh shteti i Kosovës dhe institucionet e Kosovës mos mesin peng 1-2 apo se këto është pyetje kuvendi i Kosovës, shteti i Kosovës dhe sovrania ka dhënë zoti Kurti dhe duhet të krijojë institucionet dhe mos të aludoj mos të ketë kalkulime politike vetëm me thonë opinionit, apo mos të viktimizohet zoti Kurti, me thonë që ja pra mu do të votojmë pavarësisht unë fitues dhe ajo matematik nuk shën kon dhe duhet ti krijosh ti kushtet vetet dhe ti bëj 61 mandate për të themeluar Kuvendin e Kosovës dhe institucionet e Republikës së Kosovës dhe mos bëj kalkulim politik në dëm të vetë zotit Kurti dhe të shtetit Kosovës. Po thoni që Fatmir Limaj po e shtyn pazarin, po e ngrit çmimin e koalicionit për një pazar të mundshëm. I nderuar zot ndaj më nësë për shok të tjetër për derisa zvoton dhe si janë vota dhe u shty kjo sleme në kuptu tjetër që si ka vota lëvizje vendose dhe nuk ka një marrëveshje adekuate për të votuar kandidatin apo kandidatin për kryetarët parlamentit dhe të zgjedhën në kryetarët e gjitha partive dhe minoriteteve dhe shefat e grupeve parlamentare dhe shkojnë matutje për zgjedhjen e qeverisë. Unë s'po shoh që lëvizja vendose të paktën i ka 61 mandate.